të qartë se ju qëndroni politikisht pranë zonjës Osmani, a do të thotë kjo se ju do të organizoni politikisht rreth saj, pas saj, tutje në Kosovë? Ndëgjoj, tashtit jemi në një situatë jo fort qartë, kështu se çka do të vendosë zonja Osmani. Por saktësisht jemi të bindur në vendosur se qëndrojmë fuqishëm pas zonjës Osmani, kryetarës Vjosa Osmani, cili do të jetë vendimi i saj, ne do të jemi pas. Okej. A jeni në komunikim me presidenten Osmani? Po, kryetarja ka qenë, kryetarja Zonja Rabia Akre ka qenë komunikim me kryetarën dhe bashkëpunëtorët e saj. Tani, zoti Abdi Gjiku flet për një bashkim të madh politik rreth lidhjes demokratike të Kosovës. Çka është kjo? A është një lloj thirrje për Vjosa Osmani dhe për ju? Po, në demokraci nuk përjashtohen edhe koalicione. Në momentet të caktume nuk janë të ndalume dhe ndryshimet e veprimeve në politikë, për arsye se politika është dinamik. Mirë është që Abdi Gjiku ka bëu atë kërkesë dhe nëse është për të mirë, vetëm një gjë, nëse është për të mirë të shtetit, të Kosovës, absolutisht ne nuk kemi kurrë problemi për këto koalicione. Aty ku e gjejmë veten që e ndihmojmë zhvillimin demokratik të Kosovës, edhe problemet e Kosovës zgjidhen ndoshta me bashkimin tonë ose me përkrajin tonë, jemi të gatshëm të me bëjmë pa kurrë problemi.